ka përfunduar në mënyrë më të keqe të mundshme grabitja një shtëpie në zonën e Selitës në kryeqytet. Sipas policisë, kryefamiljari, pasi është përleshur me 2 grabitësit, i ka rrëmbyer armën dhe më pas ka qelluar mbi ta. Ervin Shaba, 27 vjeç dhe Adnan Luli, 22 vjeç, janë 2 viktima të identifikuar nga policia si autorë të dyshuar të grabitjes së betur në tentativë mëngjesin e kësaj të mërkurë në zonën e Selitës në kryeqytet. Sipas uniformave blu, pronari i banesës Flamur Ymeri ka njoftuar sallën operative për vrasjen e 2 fisht, duke u vedorzuar së bashku me armën e krimit. Pasi 2 grabitësit ishin të armatosur dhe të maskuar, po sipas deponimit ai ka qelluar me armën tip Kalashnikov të rrëmbyer nga përleshja me 2 grabitësit, duke i lënë ato të 2 të pajet. Mbetet ende të paqarta për policinë se si Ymeri ka mundur t'i rrëmbejë armën grabitësve e t'i qellojë ata për vdekje. Për të hedhur dritë mbi ngjarjen, grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë që Ymeri kishte vendosur brenda ambienteve të shtëpisë. Një pjesë tjetër ku policia po heton është edhe fakti se Flamur Ymeri dyshohet se ka qenë i armatosur në momentin kur 2 grabitësit kanë hyrë brenda ambienteve të shtëpisë së tij, ku ka pasur të instaluar sistemin e kamerave të sigurisë. Fqinjët i japin të drejtë veprimit të kryer nga Ymeri, duke thënë se edhe ato do të bëshin të njëjtën gjë nëse do të përballeshin përpara një fakti të tillë. Jo po të them, po të kem 3 femra në shtëpi dhe të më hyj mua, më hyrja i duti. Asnjë mos ke, më hyrja i duti. Ta kisha gjetur brenda dhe unë do ta kisha vrarë. Me djersën e ballit dhe të hyj brenda, të më vjedh gjakun e fëmijëve që i kam te detit, t'i vras edhe unë që jam në këtë moshë. Ne komentojmë që ngjarja është shumë e rëndë praktikisht, po drejt ka familjari. Se të hysh me në shtëpi, të më vjedhësh, e të më degradosh, i fjalë, për mua është ekstrem. E ka bërë shumë bukur, i lumë të dora, në qosaj, ka bërë veprim të tillë, i lumë të dora. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, ndërsa në polici janë shoqëruar edhe familjarët e Ymerit, të cilët mund të kenë qenë dëshmitar të përleshjes mes grabitësve dhe të zotit të shtëpisë.